pak brokoli të shishëm. Merr një patatin. Po, një karkalec nga ania. Ew, nuk më pëlqen. Është koha për një sfidë të re kulinarie. Prit, do të duhet. Detyra juaj e parë është një tort. Hajde, po pres. Shkëlqyeshë motor. Në rregull e dashur. Çdo gjë është e qartë për shefin. Krem djathi i shishëm. Është perfekt për kryeveprën time të re kulinarie. Do t'i lyej me lehtësi të gjitha shtresat me krem dhe do të përdor një shpatull për t'i dhënë një formë shumë origjinale. Do të jetë një tort ylber, të cilën do t'a dekoroj me krem të shishëm Skittles. Priteni këtë. Kjo është valizja ime speciale. Kam gjithçka që më duhet. Oh, si karamelet e mia. Ja, ku jemi? Është një vepër e vërtet arti. Kur gatuaj torta, ndihem si një artist që krijon një botë të re. Këti ylberi fantastik, po i mungojnë ret prej kremi. Dhe një palë sy të gëzuar. Voila! Shefi është në punë. E pabesueshme, e di? Dhe unë do të bëj tortën time në formë zemre dhe do ta dekoroj me KitKat, sepse voglushja thjesht i adhuron ato. Le ta vendosim rreth e rrotull. Por kjo nuk mjafton. Na duhen më shumë karamele për nepsin tim. Maltesers dhe Skittles. Gjyshe, po ja del shkëlqyeshëm. Dhe ja ku është kryevepra ime. Nuk duket mirë. Mos u shqetëso, nuk kam mbaruar ende. Për të bërë një dekor shik, më duhet qese kuzhine dhe sa më shumë ëmbëlsira. Para se gjithash, do të shkri çokoladën me djegësin tim super. Juhu! Dhe tani, do të shtoj thërime blu. Ato do të duken shumë bukur në tortën time. A janë të gjithë gati? Më lini t'ju prezantoj fituesin e ardhshëm. Wow! E rëndësishme nuk është fitoria. Wow! Dua të provoj tortën e shefit fillimisht. Më pëlqen. Pyet veten nëse torta e gjyshes është po aq e shishme. Le ta provojmë. Wow! Unë thjesht adhuroj çokoladën. Faleminderit gjyshe, është super. Oh, duket se diçka nuk shkon me këtë tort. Nuk më pëlqen shija e saj. Dhe fituesi është gjyshja. Ura! Zonja, kemi një sfidë. Ju lutem, më bëni pak makarona. E po, kjo është një detyrë lezetshme. Është e qartë. E kuptova. Gjithçka që duhet të bëjmë është të zjejmë makaronat dhe aq. Dhe unë do të shikoj disa TikTok-e tani për tani. Edhe unë do të zjej makarona dhe, salcice për voglushën time të dashur. Sa e mbëlgjyshe, më lër të përqafoj dhe të provoj një salcice në të njëjtën kohë. Është koha për të zier salcicet në ujë të valuar. Ku është tjetra? Ha, kjo ishte? Për të fituar një sfidë, duhet ta surprizosh voglushen me një vendim të papritur. Makaronat e zakonshme nuk do të funksionojnë këtu, kështu që unë do të bëj të mijat nga vezët, qumështi dhe mielli. Dhe nuk do të harroj të shtoj ngjyrues në brum. Roza është ngjyra e saj e preferuar. Tani hidheni brumin në një shishe speciale. Aha, gjithçka po shkon sipas planit.
Perfekte. Le të fillojmë nga puna. Zoti madh! Shikoni makaronat e shefit. Wow! Po, makaronat e mia të reja janë gati dhe mbajnë erë të shijshme. Mungon vetëm shurupi, i ëmbël, arush marmelat, e po, dhe ëmbëlsira të tjera. Për sos mëri. Ti je çuditshme. Spagetit e mia janë gati. Shikoni ato salcice, janë si oktapod. Zjarr! Jo! Ku është fisja jone e zjarrit? Kaq shumë shkum! Jo! Të gjitha makaronat e mia u dogjën. Prit. Ka një zgjidhje. Mund të bëj makarona të shpejta në një çajnik. Ja, ku jemi? Unë jam pa dyshim një gjeni. Interesante. Çfarë është ajo? Këto makarona nuk janë fare të shijshme. Çfarë bukurie! Po më shkon lëng goja. Le ta provojmë. Wow, faleminderit, shef. S'ka përse. Shikoni këto salcice qesharake. I adhuroj këto. Shumë të shijshme. Dhe kjo është vërtet e mirë. Ky është fituesi. Po, jam shumë e lumtur. Një përqafim. Detyra juaj e re është një milkshake. Do ta gatuaj në kohë rekord. Do të provoj. Unë jam mjeshtër për këtë. Së pari, duhet të marrim akullore dhe ta bëjmë bashkë me qumsht në blender. Le të fillojmë. Hapim qumshtin, e hedhim brenda dhe bëjmë në blender. Më vjen keq, gjyshe. Harove kapakun, kështu që u derdh gjithçka. Një ide. Le të shohim se çfarë kanë çantën time. Çfarë? Nuk ka asgjë? Aha! Ja ku është pajisja ime speciale për kokteje. Më duhet vetëm të hedh karamelet e mia të preferuara dhe disa marshmallow. Do të jetë shumë e shijshme. E vetmja gjë që mungon është soda. E dashur. Më vjen keq, ishte një aksident. Tani, gjithçka është gati. Motra ime do të jetë e kënaqur. Gjyshe, ku po shkon? Më duhet të mbledh mjedra për koktejlin tim. Çfarë arome! Kjo kokër dëshiron të futet në gojën time. Shiko, unë jam shefi. Bravo, Nicole! Bukur në noke. Lere për vogëllushën. Mirë, si funksionon ky blender? Nuk marr vesh fare. Më mirë të përdor metodën time të provuar. Aha! Dhe e shtypur. Mrekullueshëm. Tani, duke hedhur pak qumësh të freskët dhe duke e përzier për të bërë një koktejl mjedre. Epo, çfarë bukurie. Dhe ngjyra. Pak nenegjik sipër. Duket shumë e thjesht. Më duhet të shpik diçka. Për shembull, kush e fiku dritën? a ke fri nga errësira? Më vjen keq, shef.
Kjo është qesharake. Më falni, ju prezantoj recetën për koktejlin perfekt. Akullore qumsht, Oreo dhe duke i përzier të gjitha. Do ta shërbej në këtë vezë çokolate të mrekullueshme, së bashku me krem dhe karamele. Ja, ku jemi? Koha për pak dekor? Volla! Kjo është e mrekullueshme. Wow! Ky koktejl duket i pazakont. Mendoj se duhet të shtyp diku. Wow! Le të shohim. Oh, kjo është vërtet e lezetshme. Gjithçka për ty, vajze bukur. Nuk më pëlqen shumë ky koktejl dhe ka dhe energjik. Jo, faleminderit. Sa mëkat! Wow! Çfarë shpërthimi? Kjo është shumë e mirë. Oh, faleminderit. Kjo vezë është gjithashtu shumë e shishme. U vendos. Shefi është fituesi. Oh, po. Ha, faleminderit.